Çfarë këngë e bukur, po ne nuk e shkojmë deri në fund për ta ndjekur sonte, siç në fakt transmetohet në Radio Televizion 21 Kënga Magjike natën e dytë, do të jetë edhe Salvatore Mete dhe Bletisa Karaj me Ti Porto al Siguro, të çoj tek siguria, nuk e di nëse përktheva mirë shqip. Por për të mos humbur shumë kohë Merita, aty afër Salvatoren që kemi në Viber, e kemi edhe një përkthyes në mikun e tij në mënyrë që mos humbim. Unë do mundohem të përkthej, po ato pyetjet në fakt që bëhen kështu ne të dy bëjmë shumë rrufeshëm, do t'i përktheje dikush tjetër që është pranë ti. Ti them Salvatores come sta? Patjetër, come stai si po dire. Përshëndetje Salvatore, salve. Përshëndetje. Oh, si e? Taftofi. Mirë. E thash ma Sofi. Gjuhën shqipe më duket që e ke mësuar, natyrisht edhe kur merr pjesë në një festival, ku aty këndohet shqip, patjetër që diçka nga fjalët duhet të mësosh. Cila është fjala më karakteristike që të duket në gjuhën shqipe? Fjala më interessante caratteristiche. Qualche parola così che è un po', non so, difficile o simpatica? Una parola che non ho mai imparato a pronunciare è stella. Edhe e ka dëgjuar shpesh këtë fjalën yll, ka të drejtë. Pse më kujt i thua ti kështu? I kanë thënë në qas, yllie. Kujt i thua kështu ti Salvatore, yll? Cilës vajzë i thua? Tutti quelli che mi seguono. Të gjithave që ndjekin. Të gjitha. Mirë, gati për sonte apo jo? Në fakt një bashkëpunim shumë interesant me Bletisën, që jeni takuar në X Factor. Salvatore Merita të kujtohet në X Factor vitin e kaluar ka qenë i dytit, një nga zërat më të mirë të atit audicioni natyrisht dhe show të muzikës. Gati sonte? Siamo veramente pronti, non vediamo l'ora di cantare, di farvi ascoltare di nuovo la nostra Ti Porto al Sicuro. Per me è una bellissima canzone d'amore che include, ecco, appunto, è incentrata appunto sulla distanza. Non abbiamo distanze, quindi è tutta incentrata su questo. Distancë sot jemi gati për sonte. Për sonte, mezi presim që të rikëndojmë dhe të ridëgjohet kënga jonë Ti Porto al Sicuro, që ka në qendër të vëmendjes pjesën e distancës, që duam ta risjellin sërish me anë të këngës së dashurisë që kam. Faleminderit edhe përkthyesi, si quhet përkthyesi? Traduttore. Ori. Faleminderit shumë. Të përshëndesim. Që ta shohim pak. Patjetër. Il mio Google Translate. Dëgjoj Salvatore, ku është Bletisa? Më mejta këto qikat, këto vajza të rregullohen, jo andej, kanë më shumë punë. Kanë më shumë punë. Bletisa si sta facendo bella per questa sera. Parrucchiere, trucco sono përgatitjet më ere se Salvatore, se s'shtat dhe ju është vajzës. Noi siamo un po' più pratici, siamo più veloci. Ne jemi më praktik, më të shpejt. Jo, ajo po na ndjek tani, ka dërguar një video mesazh, do nda shohësh? Lei si sta seguendo ha mandato un video messaggio. Ah, ok, perfetto. Vediamo. Ciao Bletisa. Ciao Salvatore. Ciao. Që rastin të turoj shumë suksese në radhë të parë për sonte, në gjysmë finalen e dytë të Këngës Magjike dhe di se sa me entuziazëm po e pret, një lloj si dhe unë. Por gjithashtu që rastin të të falenderoj për gjithë punën, sakrificën, vullnetin, madje dhe motivimin që më ke falur mua. E di që më është dashur, por duke të pasur ty në krah si partnerin tim në duet, çdo që ka qenë shumë e lehtë dhe kam shijuar mjaftueshëm këtë eksperiencë, mbetet një eksperiencë të bukur atë jetës time. Faleminderit shumë miku im, dhe shpresoj që çdo gjë sot shkojë ashtu siç ne të dy kërkojmë. Mirupafshim. Bene, benissimo. Lei è la mia stella. Kishte pak zërin, ndoshta kishte pak probleme, po sa e dërgoj se kanë shikonte, më kishte shkruar mua ku ti shikoj, unë shënova Radio Televizion 21 live dhe më njëherë ka hyrë dhe ka dërguar këtë. Po kjo është e bukur, pse do të rregullohet sonte. Shumë e bukur. Aty duhet me shkëlqy edhe më shumë. Një festival prestigjioz.
Sì, è vero, è già bella di suo. Salvatore, pse me Bletisën? Ishte ndonjë ide tjetër? Ishte ndonjë këngëtare tjetër? C'era qualcun altro che stavi pensando prima di lei? Diciamo che è stata una delle voci che mi è rimasta impressa nel percorso di X Factor. Le të themi që është një nga zërat që më ka mbetur më shumë në mendje nga konkursi në X Factor. Mi è dispiaciuta la sua eliminazione presto. Per eliminimin e saj të hershëm, të shpejt. L'avrei voluta vedere più avanti. Do ta shija në netët në vim në X Factor. Ed è rimasta nel mio cuore e quindi në zemër është një artiste. l'ho voluta anche premiare, anche perché la stimo come artista. Do ta doja si artiste të kisha një bashkëpunim me të, ka menduar shumë në X Factor. Sonte është I vetmi italian në fakt në Kënga Magjike, por ke edhe një italian tjetër e pashën në juri. Në juri ishte një italian shumë I njohur I muzikës që zgjidhte zërat e ri në Sanremo Giovane atje në Itali. Të frikson kjo gjë që në jurin me që ti je në atë para juris? Paura, ho un pochettino d'ansia, poco, più per la performance. Kam më shumë pak angst për performancën. Credo molto nel mio brano, credo nel pezzo, quindi vado sicuro. Kam besim të fortë në këngën time, kam besim të fortë në gjithë artin tim dhe do të shkoj sigurt në skenë. Një pyetje unë e kam sepse bisedën duhet ta përmbyllim po Se ne kemi shumë politik këtej. Ngjarjeve aktuale. Çfarë pret nga ky festival dhe këngëtarja që dueti më I mirë, po do të jetë dueti më I mirë. Në fakt nuk janë shumë duete, po do jetë dueti më I mirë. Pjesëmarrësi I cili po të duket se do të bëj konkurrencë goxha shumë. Dhe njërë pyetjeni lutem se erdhi pak më shkurt. Kë është konkurrent më të fortë në këtë festival? Nei Big amo la canzone di Alger Sala. Po, nga këngëtarët Big, adoroj këngën e Alger Salës. Proprio per me è una bellissima canzone, anche se ci sono tante canzoni tra I Big che mi piacciono. Janë shumë këngë tek Bigët që më pëlqejnë, por për mua ajo këngë është një ndër ato që më pëlqen më shumë. Ray, Cuba janë gjithashtu artistë këngë shumë të forta. Amo le loro canzoni. Më pëlqejnë këngët e tyre. Menjëherë pas Kënga Magjike ftesa për Sanremo dhe pas Sanremos ku do të jetë Salvatore? Speriamo. Festivali I Madh Italian. Speriamo. Ku shikon veten pas disa viteve? Pyetja e fundit. In futuro, dove le vedi? Guarda, non mi aspetto nulla. Sono un tipo che vive giorno per giorno. Nuk pres gjë, jam një tip që jetoj ditë pas dite. Spero di andare avanti e di continuare per questa strada perché è la mia vita. Shpresoj të avancoj në këtë rrugë pasi ky rrugtim është gjithë jeta ime. Atëherë me së bashku të themi in bocca al lupo, që I bie I urojmë fat, është italianë thonë kështu. In bocca al lupe. Po, lupa. Grazie. Grazie a te. Suksese tutje, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe mikut tënd për kthyesit. Patjetër. E ndërprejmë këtë linjë. Kënaqësia ishte dhe jona.